ftuar profesorin Atis Smalja. Zoti Smalja, faleminderit shumë për kohë. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. E habitshme pak, profesor, duke qenë se u prit se do të ketë disa koalicione mes partive të ish opozitës, megjithatë të gjitha po shkojnë vetëm, edhe LDK-ja, PDK-ja, AK-ja dhe Nisma. Në bazë të asaj që dha KQZ-ja dhe Nisma po shkon si e vetme. Si i patë këto, profesor? Po, përgjithësi e shoh se një përpjekje e partive politike ndoshta ose për të ruajtur votat që ka ose të paktën për të rritë, tash kjo dallon nga partitë që janë më të mëdha tek partitë që janë më të vogla. Partitë që janë më të vogla kanë të domosdoshme për shkak të ligjit zgjedhor që i diskriminon, se kjo është një lloj diskriminimi. Pragu 5% është një lloj diskriminimi. Fillimisht është vendosur ndoshta për të mos lejuar secilin për të hapur një parti politike që do të arriste pastaj një numër shumë të madh partive politike, por në njëjtën kohë kjo i konvenon shumë partive që janë më të mëdha, sepse partitë e vogla vetëm në mënyrë për të bërë pjesë e parlamentit e kanë përmes koalicioneve ose përmes të qenurit pjesë e listës së partive të mëdha. Tek partitë që janë më të mëdha e pam që u përpoqen në farë mënyre që disa që janë më të vogla ti përfshin. Ndoshta me shpresën që mund të rritën për një përqindje të caktuar, 2, 3, 4, 5%, sepse tani më gara ka fillu të jetë pak më e ashpër një farë mënyre mes partive politike, dhe siç duket secila votë ka atë rëndësinë e vet ose peshën e vet. Tek PDK-ja i mori disa parti pak më të vogla, ose më duket është vetëm lista për familjen, me shpresën që ata e kanë një elektorat konsolidum, jo shumë të madh, po me shpresën që ato vota ndoshta mund të arrisin për një përqindje të caktuar. Ideologjikisht u pasit ndoshta diçka jo shumë e përpoqshme për faktin që lista për familjen është, ose një pjesë e saj, sepse ata u ndan, një pjesë shkojnë në LDK, ka një qasje më konservatore, ndërsa PDK-ja është antare e Partisë Liberalëve në nivelin evropian, gjë që nuk përputhen shumë mirë, po marrë për bazë që tek ne partitë tona nuk janë shumë ideologjike, ose nëse mund të themi ideologjia dominuese gjitha partive tona është pushteti, atëherë kjo është e tejkalueshme në farë mënyre. Pastaj pam tek LDK-ja që e mori një pjesë të kësaj liste, gjithashtu me vlera konservatore, ndoshta tek LDK-ja pak më pranueshme sepse është antare një partie të nivelit evropian, Partisë Popullore Konservatore, edhe pse këtë konservatorizmin LDK-ja më shumë e ka shprehur në aspektin ekonomik se sa në aspektin kulturor. Pra i pam këtu disa përpjekje që ndoshta mund të shtojnë në farë mënyre sado kudo një numër caktuar të votave. Për gjitha këto parti në farë mënyre është një lloj mundësie për të arritur pak atë përqindjen, sepse ranë krahasu me vitin 2021, pastaj zgjedhjet e nënshkurtit, dhe që gjitha e shohin sa do një mundësi për të rritur 1%, 2%, 3%, që për tonë është ta mund të thetë bukur shumë në konkurencë me vetëvendosjen. Tek vetëvendosja e pam që e morim duket vetëm PSHDK-n. Si koalicion, u tha që u quajtë edhe koalicioni vetëvendosja. E cila nëse nuk gaboj më herët ka qenë me lidhjen demokratike. Ka qenë, tradicionalisht ka qenë me lidhjen demokratike, mirë po si duket vetëvendosja ka nohatë një elektorat në pjesën ku shtrihet më shumë PSHDK-ja, ku vetëvendosja ka një pjesë Dugaxhinit, ku ka nevojë që të arrisë numrin e votave atje, dhe besoj ky ka qenë kalkulimi, dhe gjithashtu kadër kësaj u quajt i tërë si një lloj koalicioni lëvizja vetëvendosje. Ishte diçka e re sepse para këtyre zgjedhjeve ishin pjesë edhe Alternativa edhe Guxo, por nuk u quajt koalicioni lëvizja vetëvendosje. Ndoshta ka qenë presioni i madh i këtyre partive për ta ndrru këtë akronim në listën zgjedhore, ose ka qenë kërkesë e PSHDK-s që ne mund të bëhemi pjesë në rast se konsiderohemi, edhe pse si koalicion i emërtuar si lëvizja vetëvendosje, nuk është që ju jap shumë hapësirë të tri këtyre partive, por të duk tek elektorati dominon. Logot do ju figurojnë kësaj radhe, me qënë se nuk janë të shkrira. Po, logot po si jamën lëvizja vetëvendosje, edhe pse praktikisht për të marrë vota, kjo lëvizje mund quhet, ose kjo koalicion mund quhet koalicioni Albin Kurti, do të thoja, sepse ai është që tërheq, vazhdon me tërheq në numër të madh të elektoratit, jo shumë partitë e koalicionit, as partitë që kanë qenë mbrana ose partia e re, nuk është që mund sjellin votat mjaftueshme edhe për ta kaluar provën.
por me gjithat vetëvendosjes kjo i shërben për të arrit në shta një numër caktuar 1-2-3% do thoja në nivel vendi. Te KK-ja si duket, ja ka shtu pak vetëbesimin zgjedhjet lokale, që doli bukur mirë, dhe më thonë i rujti komunat që i kishte dhe disa më duket se kanë... Megjithatë, a ka kalkuluar mirë këtu, profesor, duke qenë se jo rallëherë edhe nuk